Mirë se vini në Astro Ship, zbulo tani çfarë thon yjet për ty në këtë 11 qershor 2025. Le të fillojmë me parashikimin ditor për secilën shenjë. Dashi nis një ditë mjaft pozitive. Është momenti i duhur për të rikuperuar pas stresit të ditëve të fundit. Në punë do ndjesh qartësi, ndërsa në dashuri mund të shfaqet një moment i veçantë. Demi energjia e sotme është në anën tënde. Projekte të reja mund të marrin jetë. Në dashuri është koha të hedhësh hapa të guximshëm. Binjakët mund të ndihesh pak i lodhur dhe i ngarkuar emocionalisht. Mos merr vendime të mëdha sot. Në dashuri, ruaj qetësinë. Gaforja një ditë e mbushur me ndjenja të përziera. Dashuria është forca jote, kërkon mbështetje te personat e zemrës. Luani nëse ke pasur vështirësi, kjo është dita për t'i lënë pas. Dashuria mund të surprizojë në fund të ditës. Mos u dorëzo ndaj lodhjes. Birgjëresha yjet janë në anën tënde. Mund të marrësh një lajm të mirë në punë ose një mesazh që ke pritur. Në dashuri ndihesh më i afërt se kur me partnerin. Peshorja një ditë për reflektim. Në dashuri mund të ndjesh një farë distance. Mos e lër ankthin të ndikojë vendimet e tua. Akrepi do përjetosh një rikuperim emocional. Në dashuri, një bisedë e thellë mund të rikthejë pasionin. Në punë, je qartë në komunikim. Shigjetari pasiguria është e pranishme, por ti e ke fuqinë për ta tejkaluar. Mos vepro me nxitim në marrëdhënie ose investime. Britsjapi një ditë me energji të mirë në dashuri. Ndjenjat janë të sinqerta dhe ti je më i hapur për të shprehur veten. Në punë, mos i neglizho detajet. Ujori kujdes me shëndetin dhe reagimet impulsive. Rritet ndjeshmëria dhe mund të ketë tensione në marrëdhënie. Merr frymë thellë para çdo vendimi. Peshqit mund të ketë pak kënaqësi që të ngatërojnë emocionalisht. Në punë, mos i lejo të tjerët të ndikojnë vetbesimin tënd. Beso tek intuita jote.